Bilerim Gashi për një periudhë ka jetuar jashtë Kosovës, ndërkaq gjatë pushimeve në Kosovë, menjëherë pas luftës, hasi në një konkurs të hapur për Zjarfix. Ekonomikisht, por ndoshta edhe në aspekte të tjera. Sikur ta vazhdonte jetën në Kurbet, është i vetëdijshëm se do të ishte më përpara, por prap nuk shprehet i penduar për profesionin e zgjedhur. Pa vitin e kaluar se zgaboj ose në 2024-ën ka qenë intervenim që më kam që kom thonë ne kom përmbush misionin tam se Zjarfix. Zjarën në shpinë e pleqëve në Prishtinë. Kemi shku ndihmë kolegëve të stacionit tjetër. Dhe na tu mendu se njerëzit janë evaku. E kom hapur rastësisht një derë, kom pa njerëz kanë qenë njerëz pa leveshëm. Edhe s'ka thonë kur gjë as ndihmë, s'ka bërtit as kur gjë, vetë ka këshyr. Edhe na kemi bot pa mundshme për me shpëtuar ata njerëz. Ata kanë qenë prag të vdekjes të gjithë. Tash në numrin nuk bën kujtohet, veç e di që kemi bë mund për me tërheq ata njerëz për aty, se kanë qenë shumica kanë qenë pa leveshëm. Në pavilion që nuk e di unë çyshem, por ku ka ndodhur zjarri njerëz kanë qenë pa leveshëm. Krahas momenteve kur e ndjejnë lavdinë e punës, ka edhe raste të dëshpërimit e mërzisë, atëherë kur asnjë përpjekje nuk shpëton jetë e nuk ka sukses. Tash në kohën e fundit ka një aksident komunikacioni të një periferit Prishtinës. Edhe pse aty ishin edhe mjekësia urgjente, ta bënën pamundur për me shpëtu një person, po ishte e pamundur. Ç'është ndikon këtë ju? Ndikon zakonisht kur jam pyetje fëmia është shumë e rëndë, shumë e përjeton rëndë. Po nuk kemi çfarë me bë. E kemi pas edhe para disa vite në intervenim në liçen fatkeqësisht 3 veta, 3 patën humbjetën. Ishte e pamundur me intervenu për shkak se thellësia e ujit kishin rrobë 5 metra në thellësitë e ujit. Ishte e pamundur me intervenu atë. Gashi thotë se më të zhgënjur ndjehen me sjelljen e keqe që shpesh e marrin nga pronarët e shtëpive dhe bizneseve, kur nuk arrin t'u ambrojnë pronën nga fatkeqësitë përkundër përpjekjeve. Vitin e kaluar më kanë kemi pas një ndreme, kemi pas një intervenim shumë të koklavet. Edhe për moment aty unë jam dërzu, thash ku ka fundi për mu. Përfundoj gjithçka dhe e kam çu dur tash mbeta i ngujum, nuk hupi lidhja me jashtë total. Edhe thash ka shkru që do me përfundu, edhe u kry misioni jam. Po kolega mbrapa më ka dhënë motiv, edhe prapë e kom nis, edhe kom vazhdu, edhe e kom gjetë rrugën për me dal jashtë. Po kur kom dal jashtë, kom dal jashtë pa ndjenja. Besëm që atë ditë ka qenë mbrëmje, nesrit të në kohën e kom pas mendjet mos me arë me vazhdu më punën. Se ka qenë, të thash jem shumë emocionu, ka qenë shumë rrezik për jetë, kemi qenë bashkë me kolegën tjetër. Gashi tregon se asnjëherë në asnjë intervenim nuk kursehen, duke rrezikuar edhe jetën e tyre vetëm që ta ruajnë jetën dhe pronën e qytetarëve. Për institucionet që i kanë në duar vendimet që i prekin Zjarfixit si për kushtet e punës e si për pagat. Gashi bën apel që të kenë ndryshime për mirë. Ndërkaq gjeneratave të reja ju bën thirrje që profesionin e Zjarfixit ta shohin si punë fisnike dhe punë që të bën krenar.